Në këtë rast mund të përcaktojmë sakt që për një listë të produkteve të miratuara nga bordi për mbikëqyrjen e çmimeve, do të ketë çmime mbi të cilat nuk guxon të tregtohet. Dhe në situatat e tilla, atëherë do të ketë një mbikëqyrje dhe sanksionim më të rrept. Dhe kjo do të përcjellet gjithashtu edhe me fushat informuese, edhe për konsumatorët, por edhe për operatorët. Ideja nuk është që të krijojmë panik ose humbje të produkteve në treg, ideja është që të ruhet interesi i shtetarëve se në secilën krizë ka të tillë që synojnë përfitimin. Vendimi për përcaktimin e marzhës së fitimit në derivate ka funksionuar. Do thotë ne kemi përcjell tregun dhe ka pasur keqkuptim në atë se cili është çmimi. Domethënë ne nuk kemi vendosur çmim tavan, kemi vendosur marzhë të fitimit. Dhe ajo marzhë e fitimit është lidhur me çmimin e importit. Rrjedhimisht nëse në një ditë ka qenë çmimi në dogan pas akcizës dhe të TVSH-s me €1.60, marzha ka mund të shkojë deri në €1.74. Dhe gjitha interpretimet për mos respektim të marzhës së fitimit janë bërë bazuar në një deklaratë time, në një postim timin në marzhën e asaj dite, gjithsesi në çmimin maksimal të asaj dite. Po kjo ka qenë mësim edhe për ne që në situatat e tilla duhet të bëhet njoftimi për marzhën e secilës ditë. Tani ne kemi përcjell në baza ditore sa operator kanë përdorur marzhën maksimale, do të thotë në 14 cent, 2 cent me shumicë dhe 12 cent me pakicë, sa prej operatorëve kryesor që importojnë derivate në Kosovë kanë përdorur 14 centin. Dhe rezultati ka dalë që vetëm 1 ose 2 operator kanë shkuar në çmimin maksimal. Do të thotë shumica e operatorëve kanë përdor pjesën në mes prej 2 deri në 12 ose më saktësisht në shumicë prej 2 deri në 8 cent. Do të thotë nuk e kanë përdor çmimin maksimal. Ka pasur 4 raste të shkeljes së këtij vendimi dhe ato janë në procedurë. Për të gjithë të punësuarit në sektorin publik dhe privat, do të ekzistojë masa prej 3.5% nga punëtori dhe 3.5% nga punëdhënësi, të cilët do të paguajnë si kontribute, si prime për mbushjen e fondit të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor. Duhet t'i sqaroj qytetarët për korrektësi atë që e thash edhe në fillim të konferencës, se ky nuk do të jetë zaventësimi i buxhetit aktual. Domethënë buxheti aktual për shëndetësi është ky që është, do të rritet akoma, mirëpo kësaj do t'i shtohet edhe pjesa e primeve që do të mlidhet nga ky 7% në total, që sot nëse flasim për shembull, kur kemi një buxhet rreth 400 milion euro, me primet në vitin e parë, pritet të shtohen mbi 150 milion euro, që pritet që buxheti i shëndetësisë pastaj me mbledhjen e primeve të kapërcej masën 550-600 milion euro.